Rreth 8.7 milion shtetas shqiptar kanë të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku do të përcaktohet forca politike që do të qeverisë vendin për 4 vitet e ardhshme. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, 114.642 qytetar do të votojnë për herë të parë, ndërsa 1.081 shtetas janë të përjashtuar nga procesi për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Për herë të parë në historinë zgjedhore të Shqipërisë, listat përfshin 2 kategori votuesish: ata që jetojnë brenda territorit të vendit dhe qytetarët që banojnë jashtë tij. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se brenda Shqipërisë do të hapen 5.225 qendra votimi të shpërndara në të 12 qarqet. Procesi i votimit do të hapet në orën 7 të mëngjesit të së dielës, do të mbyllet në orën 19. Ndërkohë, diaspora shqiptare ka ushtruar të drejtën e votës përmes postës, duke dërguar fletët e votimit nga banesat e tyre në vendet ku jetojnë. Fletët e votimit të ardhura nga jashtë janë depozituar në Parkun Olimpik në Tiranë dhe do të numërohen pas përfundimit të votimit në territorin shqiptar. Shqipëria është e ndarë në 12 zona zgjedhore, me numrin e mandateve që varion nga 3 në qarkun e Kukësit deri në 37 në qarkun e Tiranës. Në garën për votën e shqiptarëve janë 53 parti politike, që garojnë të vetme ose si pjesë e 3 koalicioneve parazgjedhore, me numër të lartë kandidatësh për shkak të listave pjesërisht të hapura. 1/3 e kandidatëve janë të renditur në një listë preferenciale, ndërsa pjesa tjetër i nënshtrohet votës preferenciale të votuesve.